Ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, njëkohësisht dhe finaliste Egli Tako, ka zbuluar më tepër detaje nga kënga e saj më e re e titulluar Jetë. Teksa ishte e ftuar në një emision, ajo u pyet dhe mbi rolet kinematografike të cilat teksa ishte pjesë e shtëpisë të famshme, tha se do të donte të merrte pjesë në filma. Ajo u pyet dhe për këngën, për të cilën tha se nuk është dedikim. Pikë së pari, sa i përket kinematografisë, jam e hapur për të qenë pjesë e një produksioni kinematografik. Kënga nuk qëlloi rastësi. Unë kam kryer një shkollë arti, kam pasur 5 materiale muzikore të bëra gati më parë. Përkundrazi, madje, nëse kam lëbuar për një profesion të caktuar ka qenë muzika, që unë kam thënë që nuk jetoj dot pa muzikë. Nuk do ta atashoja konkretisht me diçka, as nuk do të thoja që është një lloj dedikimi ose jo. Arti është shumë subjektiv. Dua që gjithë secili të gjejë veten te kjo këngë. Krijimet e mia janë pjesë e shpirtit tim, u shpreh Egli duke u përgjigjur me mjaft diplomaci, por duke mos e pranuar në asnjë moment që kënga është dedikim për Gjestin. Nga ana tjetër, Egli Rrofeu po jetoj mes Tiranës dhe Prishtinës. Në fakt, më së shumti më lidh puna me Prishtinën. Muzika është dashuria ime e parë. Në këtë intervistë u zbula gjithashtu se menaxhimin e saj ka marrë një emër i njohur i showbizit shqiptar. Po flasim për këngëtaren Fifi. Fifi është kryesorja, tha Egli duke lënë të kuptohet se projektet e ardhshme do të jenë fryt i një bashkëpunimi të fortë artistik mes tyre.